Është koha e intervistës së ditës. Me mua në studio është Besim Hoda, OVL UÇK, mirëmbrëma dhe mirëserdhje zotri Hoda. Mirëmbrëma, kënaqësi. Në minutat në vazhdim do të flasim për zhvillimet politike dhe gjitha këto zhvillime tjera që kanë nxitur reagime politike dhe kërkesat e studentëve për jurisprudencën në Shqip. Fillimisht do të nisim bisedën me kongresin e Vlenit. Partitë shqiptare në pushtet u bën një, më 9 maj u formu si subjekt, kongresi u prezentua si diçka historike. Çfarë realisht e bën historike këtë proces? Si e vlerësoni? Sa i përket historike, është pak për të thënë diçka historike. Sigurisht historike mund të jetë ndoshta për Vlenin të ardhmen, po për shqiptarët nuk është diçka historike. Mund ta përshëndesin vetëm që përfundimisht do të ketë një vend ku do të orientohen të mirat dhe të këqijat brenda strukturës, nuk do të ketë ndasi dhe nuk do të ketë goditje mes njëri tjetrit, pa dallim asaj që ai kanë parafruar qëndrimet komplet. Pritet sigurisht do kisha dashur që të dëgjonin platformë konkrete programore përpara se të krijoheshin, kjo do ishte shumë qartë. Mirpo sigurisht është lënë që platforma programore të bëhet pasandej, mbas themelimit konkretisht. Ajo që la shumë për dëshiruar sigurisht në këtë është mungesa e himnit kombëtar. Po habitem seriozisht jo për diçka, jo për të shitur patriotizëm, sepse nuk është çështje kjo vetëm patriotizmi. Tanë kohën Vleni është thirrur në atë që është parti e cila paraqet votat e pastra shqiptare në këtë qeveri. Dhe në një kongres të një partie shqiptare, që është puro shqiptare, ashtu siç deklarohen, të mos kesh himnin kombëtar të kënduar, pa nuk arsjetohet në asnjë farë mënyre. Megjithatë ata u munduan të arsyetojnë me atë se është ditë e Evropës, ishte nuk ka arsyetim, askush nuk do kishte qenë kundër që të këndohet edhe himni i Evropës, sepse edhe në ndeshje futbolli ka 2 himne që këndohet, nuk ka asnjë problem. Kjo është një. E dyta, duke pasur kryeministrin aty që është penguesi kryesor realisht për hyrjen e Maqedonisë në Evropë, duke mos pranuar dëshimet kushtetuese, kjo më spaku mund t'ja ketë bërë qefin kryeministrit. Spaku të mbash qëndrime duke ditur qartë që edhe vetë Vleni ka pasur një garancë para hyrjes qeverisë që brenda 6 muajve do realizohen, do ketë ndryshime kushtetuese, edhe vetë kryeministrin ka thënë në fillim, dhe tani këta janë haruar, dhe tani të këndosh himnin e Evropës dhe vetë punosh që mos jesh pjesë e Evropës, kjo është pak absurde dhe është kontradiktore. Gjithsesi, përshëndesim këndimin e himnit të Evropës, absolutisht, po duke qenë edhe kryeministri Kurti aty, i cili është një nga promotorët kryesor për bashkimin e shqiptarëve, sigurisht le shumë për dëshiruar mungesa e himnit kombëtar edhe në aspektin e kritikave. Pra pas ka ndonjë mesazh që dërguan me këtë që do kisha dashur që të ketë ndonjë mesazh që do ishte në të mirë, po nuk shoh ndonjë mesazh realisht në mirë. Ajo tjetra që është brengosë shumë për shqiptarët në përgjithësi, e keni parë përveç disa simpatizantëve të partisë tjetër në opozitë, konkretisht të BDI-s, Frontit apo AKI-s, i themi sepse ka shumë emra tani për të raditur, do ishte mirë që ata të marrin një qendrim të avënë një emër kështu definitiv se si quhen. Nga eksponentët kryesorë tyre nuk pati asnjë reagim. Tregon që as ata sikur nuk duan të prishin me Mickovskën, dhe kjo tregon një servilicëm total të subjekteve politike shqiptare ndaj kryeministrit, që tregon gati se dikush porin sigurisht bazderi. Pyetja e radhës për opozitën. Ekziston sot realisht opozitë shqiptare apo kemi rreshtim vetëm për pushtet? Shifni, të pretendosh që ke shumicë votash dhe të rish ose të presësh ende më keq, të presësh që nëpërmjet studentëve ose të fshehesh mbas një proteste studentësh, të fshehesh duke marrë pjesë gjithë eksponentat e saj, sepse unë isha në protestën e studentëve, gjithë eksponentat e saj me deputet me që ishin në protestën e studentëve, dhe veçanërisht kur ty 22 vjet nuk e ke kryer atë që është dashur ta bësh, çështjen e ligjit, se këtu nuk ka pas as nevojë për ligj realisht, është një procedurë që tash ndjekë vetëm Ministria e Drejtësisë, duke u nisur nga ajo që 80% të kohës, gati 15 vjet, 16 vjet, sa ka qenë BDI-ja në qeveri, Ministri i Drejtësisë ka qenë shqiptar, dhe të marrësh guximin, të mbështesish, të jesh pjesë e protestave, edhe me petkun e asaj se ke qenë ministër, unë pash aty 3 ministra të BDI-s, të Drejtësisë, të vërtet është për të ardhur keq. Kjo tregon që edhe kasta politike që është në opozitë tani,
është e kompromituar nga kryeministri. Dhe Pse mendoni kështu? Për shkak se nuk është normale që të jenë gjithë këta anomali që po tregohen tani, edhe gjithë kjo realisht pushtet absolut që po tregon kryeministri Mickovski. Unë po i them vetëm në rrafshin e farmacisë, po i them tani që dje i kanë fotografuar. Nga jo nuk ka nisur kjo tani. Ka nisur edhe në kohën sa ka qenë SSM-ja, bile ka qenë ministër Fatmir Mexhiti atëherë, kanë bërë një ankesë, kanë çuar fotografit. Po ju them që kanë filluar edhe etiketat e barnave, veçanërisht ata që prodhohen edhe jashtë, që do të thotë që ka imponim direkt nga dogana dhe nga hyrja e saj, të shkruan vetëm në alfabetin çirilik dhe vetëm në gjuhën maqedone. Ju dini që edhe në Jugosllavi, do të thotë që është edhe drejt legjitime në çdo përshkrim të barit brenda s'pa ku mënyra e përdorimit duhet të jetë në gjuhën shqipe. Do të thotë nuk ka mbetur asgjë në gjuhën shqipe. Tani kanë filluar thotë edhe prodhimet që janë të Berlinit ose të Francës, të Zvicrës andej, të shkruan vetëm me shkronja qirilice. Nuk kanë nisur të vetëm me kjo qeveri, kanë bërë edhe atëherë një vërejtje, kanë çuar me fotografi, kanë treguar që atëherë ministri ka bërë një vërejtje, se unë zakonisht kur çoj diçka shoh edhe a bëhet punë, mirë po ka mbetur vetëm në nivelin e qortimeve dhe kjo vazhdon të ndodh. Dhe është absurde në pjesën elementare që është Ministrinë e Shëndetësisë absolutisht. Kanë udhëhequr 80% prapë Ministrinë e Shëndetësisë. Ministrinë e Arsimit e kanë udhëhequr 80% të kohës shqiptarët. Dhe ne po çalojmë dhe problemet kryesore shqiptarëve janë pikërisht të ministri. Kjo tregon që kasta politike shqiptare, duke përfshirë edhe ata përpara dhe kjo tani, gjithmonë janë kujdesur për të marrë pushtet për vete dhe për njerëzit rreth vetes dhe jo për të zgjedhur hallet dhe nevojat reale të popullit. Kjo lidhja që e bën edhe ndoshta për ata të vlenet është e kuptueshme të jenë më afër kryeministrit për shkak të programeve që kanë të realizojnë. Po kjo që po thua tani opozita, BDI-ja që i rri shumë afër Mickovskit. Kjo është pak ndoshta edhe shqetësuese për këtë opozitë shqiptare me kaq numra deputetësh. Absolutisht, thash që sa është e dhimbshme ajo që ndodhi edhe në Kongresin, në mungesën e himnit kombëtar, është vërtet le shumë për dëshiruar ajo që them. Pse nuk është problemi i asaj se pse nuk është dhe i punë e madhe, por realisht në këtë kohë kur opinioni vazhdimisht është duke u nxitur, por që në fakt edhe pavësia reale e pozitës shqiptare që është ndaj kryeministrit, sepse shumë shpesh ka ndodhur që ai publikisht ka tërhequr veshët për fatësuesve të vlenit dhe këta nuk i kanë kthyer zërin. Dhe tani pikërisht ish momenti, jo në një moment për ta kthyer, po thjesht të promovosh dhe të thuash që është rast historik. Dhe vërtet bashkimi, unë them ne përshëndesim çdo bashkim. Dhe është bërë shumë mirë që përfundimisht të këta partitë janë shkelë një strukturë përbashkët. Mirë po, të hezitosh të këndosh himnin kombëtar në këtë, thash, duke qenë edhe kryeministri i Kosovës, njeriu i cili aludon shumë në bashkimin kombëtar, njeriu i cili asnjëherë sa nuk ka qenë kryeministër nuk e ka promovuar flamurin e Kosovës, por gjithmonë e ka promovuar flamurin kombëtar. Unë them që le shumë për dëshiruar edhe le shumë turbullsi në opinionin publik, kur t'ja shtojmë kësaj edhe mungesën e zërave kritik drejt për drejt të figurave qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim, në ankesat e tyre dhe kanë lënë vetëm disa eksponent të tyre që janë të rangu të 2, 3, 4 në strukturë, vetëm ata të ngrenë zërin, tregon që joshja që strukturat politike shqiptare, qoftë opozita, po bëjnë dhe kryeministrit, tregon që kjo është vetmja gare tyre, se kush do jetë pjesë e pushtetit dhe kush do jetë më i dëgjueshëm, me çka sigurisht harrojnë totalisht se ata nuk janë pjesë e qeverisë dhe nuk kanë marrë mandate nga kryeministri, kanë marrë mandate dhe vot nga populli shqiptar dhe ai duhet prezentohet sa më mirë. Dhe jo i natët personale. Apo bëjnë si duhet të rolin e opozitës konstruktive, apo? Absolutisht, absolutisht. Duke pasur parasysh se kryeministri Mickovski paralajmëroi pak a shumë për zgjedhje të mundshme, ndoshta vitin e ardhshëm, sa mendoni se janë gjasa që të na përsëritet një marrëveshje e majt? Shifni, absolutisht. Për shkak se BDI kishte bërë një marrëveshje të majt me Nikola Gruevski. Unë dëgjova, pikërisht kjo është shumë e dhimbshme. Unë dëgjova edhe deklaratën e kryeministit. Ai tha që shumë shpejt do kjo zgjidhje, që shumë shpejt i bie që brenda një viti ose 2 vjetëve sa është qeveria. Dhe aludimi dhe vrapi i madh që këta bën se ja do kjo zgjidhje do e shohim, tregon që këta janë shumë të etur për të qenë pjesë e pushtetit dhe jo e kundërta që ata të mobilizohen të dalin
të takohen me popullatën, thjesht të qajnë hallet e popullatës, duke parë që po dilni tani, në apsirë, veçanisht tani shihet konkretisht, po dilni tani në gjithë hapësirat shqiptare, as 30% e popullatës nuk është në Maqedoni. Kjo tregon për një hendek të jashtëzakonshëm dhe veçanisht kur t'i shtojmë kësaj që e patë edhe vetë në zgjedhjet e dyta që u bë tani në Gostivar, për shembull të marrë, që opozita u ankua sikur ka pas manipulim. Në Gostivar, në zgjedhjet e para, pati 33,29% apo dikun për afërsisht daljen në zgjedhje. Në raundin e dytë, që ishin edhe një pjesë e mërgjimtarëve, pati 28% dalje zgjedhje. Domethënë që këta kanë demoralizuar totalisht popullatën shqiptare që ajo dalë të mbështet këtë qoftë figurë politike, për shkak se këta thjesht nuk kanë lënë fytyrë për të prezantuar realisht këtë popull. Dhe ky dëshpërim i madh mund të çojë në fatalitet të jashtëzakonshëm që shqiptarët thjesht të diferencohen nga përfaqësimi i tyre, të shtetet të shohin rrugë tjera. Zëri Hota, duke pasur parasysh se vini nga një strukturë si krahu i luftës, si përfaqësuesi i organizatës së veteranëve të luftës, jemi në muajt që përkujtojnë konfliktin e vitit 2001, dëshmorët, të ndërlidhe me atë që tha më herët se po shohim shumë manifestime të zbehta. A e harruan UÇK-n Partitë Shqiptare përderisa ishim dëshmitar, po në këtë studio kur në zgjedhjet e fundit brit me atë brohoritjet për UÇK-n? Absolutisht, ata nuk e harrojnë, dini pse? Pse ajo nevojitet sa herë që ka zgjedhje. Përndryshe, ata moti kanë ngritë dorë nga kjo. Po ju them vetëm këtë mjafton them. Thot, ne ju keni parë që nuk keni parë mua në asnjë manifestim, as në 5 maj nuk shkoj për shkak se për mua dhe për organizatën e veteranëve të luftës ne kemi shpall moratorium nga 2008. Nuk do marrim pjesë në asnjë manifestim që organizohet për dëshmorët dhe për jo nga ajo që nuk duam, po nga halli dhe dhimbja që kemi, sepse të shkosh të marrësh pjesë në këtë gjendje, që jemi në këtë gjendje që në statusin që kanë realisht familjet e dëshmorëve, vetë dëshmorët, invalidët e luftës, pjesëtarët e UÇK-s, të cilët dita ditës po devalvohen, janë kthyer në ushtar partijak, thjesht të nivelit të rangut poshtëm, ata shfrytëzohen vetëm gjatë kohës së zgjedhjeve, vetëm për vota, dhe menjëherë na shkalohen dhe harrohen. Mjafton që të bësh një analizë brenda BDI-s. Në strukturën e BDI-s kryesisht qendrore nuk ka asnjë pjesëtar të UÇK-s. Nuk jam dakord që të ketë, për shkak se vërtet duhen kuadro të cilët din ta shtin përpara procesin dhe qëllimin që kishte UÇK-ja. Mirë po, më thoni ju, pse unë për shembull, isha një nga trallët me Universitetin me shkollë lart, magjistër i farmacisë që atëherë dhe nuk u përfshiva, nuk u bëra pjesë e politikës. Mbas ofertave të jashtëzakonshme që kam pasur nga zoti Mehmet. E dini pse? Për shkak se nëse ne nuk e zgjedhëm hapin e parë që ishte pajtimi dhe barazimi i dy palëve të përfshira në konflikt. Konkretisht, ju e dini që sot e kësaj dite UÇK-ja, me të edhe populli shqiptar, edhe çdo pjesëtar i UÇK-s, edhe familjet e dëshmorëve, edhe dëshmorët, edhe invalidët e luftës, në kushtutën e Maqedonisë quhen terroriste, dhe të amnestuar janë vetëm kasta politike e cila po gëzon vetëm thjesht benefitet e kësaj qeverie dhe te familjet e dëshmorëve, në varrezat dëshmorësh, të cilat janë ndërtuar e keni parë, në Slupçan është në Kodër. Në Araçin është atje pjesa që digjet, që ka gjithmonë afër deponisë. Në Selc është në Kodër të Selcës. Ne nuk kemi asnjë përmendore, vetëm një përmendore që ne e kemi ndërtuar e UÇK-s është në vendin tonë, që ne e kemi bërë vetë me vetë kontribut përpara ish komunës sa Negotinës, e cila pastaj edhe u transferua, u bën vrapshisht. Është i vetmi monumenti i UÇK-s i ndërtuar përpara një institucioni shtetëror. Nuk ka tjetër fare. Dhe kjo tregon anashkalimin që po bëjnë. Thotë të quhen sot e kësaj dite dëshmorët terrorist brenda përmendjes kushtutës. Më thoni, cili është veprimi i kastës politike tani që është në opozitë, BDI-s që ka qenë 23 vjet në qeveri, që nuk i ka shpallur dëshmorë, qoftë kërkoj nga Shqipëria apo nga Kosova që shpallen dëshmorë. Këta vetëm në gojen, vetëm Ali Ahmeti vetë ka shpallur dëshmorë. Kjo një tallje reale ndaj gjakut derdhur. Domethënë të shkosh të çosh një lule sot ose një herë në vit përpara familjes dëshmorëve, të prekësh në dhimbjen, në ndjenjat e atyre familjarëve të cilët gëzohen vërtet
kur përkujtohen sa do pak këta, dhe mos zgjedhësh me status të, nuk e them, nuk është puna për një rrogë e për diçka tjetër, sepse kjo është obligim moral i gjithë shqiptarëve këtu që janë. Është në të drejtën e barabartë, shifni, pa u përfshirë UÇK-ja në Kushtetutën e Maqedonisë, si një pjesë, ashtu siç është vetë marrëveshja e Ohrit. Nëse themi që marrëveshja e Ohrit, e cila është rezultat kryekput i UÇK-s, sepse ajo ishte arsyeja që u ndrua Kushtetuta dhe Maqedonia sot gjithmonë në çdo arenë ndërkombëtare kur bisedohet folet për marrëveshjen e Ohrit. Fundit vetë BDI-ja, program politik, deri tani e ka pasur marrëveshjen e Ohrit, që është kontribut drejt për drejt i Gjakut Derdhër. Dhe më thoni që në qoftë se ky Gjaku Derdhër sot quhet terrorist brenda Kushtetutës, si do guxojmë ne? Unë nuk kam guximin, a dini pse? Se unë nisi nga vetja. Po të isha unë dëshmor dhe po të shifsha një shoku im, kushdo qoftë ai, ose një shqiptar që të vinë këtu në një lule, pa e realizuar amanetin, pa e analizuar ëndrrën për të cilën dhan jetën ata dëshmor, se kjo është vetëm mund të jetë tallje me dëshmorët dhe jo një përkujtim dëshmorëve. E keni rastin e fundit në Kumanovë, më vjen keq që e them. Të shpallet zona e lirë e Kumanovës dhe manifestohet. Dhe dalin figurat të cilët, po janë ata figurat të cilët brenda kësaj kohe e kanë zbehur totalisht qëllimin e asaj shpallje zonës lirë. Dhe thotë thjesht si jetojnë sot qytetarët e Kumanovës tani. Të nënshmuar vazhdimisht. E shifni që çdo kund hiqet e flamuri shqiptar, çdo kund hiqet e shkrimet, do të bëhet një luftë gjasmë tani po bëhet kjo. Jo. Gjuha shqipe realisht me marrëveshje të Ohrit ka qenë zyrtare dhe pastaj sa ka qenë në politik, sa ka hyrë në politik komplet struktura e dalë nga lufta, e ka zbehur dhe e ka bërë një gjuhë e cila rregullohet me ligj dhe jo konkretisht ashtu siç ishte gjuhë zyrtare që flasin 20% e popullatës brenda këtij shteti. Zoti Hota, jemi fare në fund, megjithatë duhet të pyes për shkak se thatë më herët se UÇK-ja kishte kuadro që edhe të udhëheqin procese, qoftë politike, qoftë si një drejtues i OVL-s, keni paralajmëruar po nga kjo studio se mund të hyni në politik me formimin e një subjekti politik. Tani kur janë krijuar vetëm 2 bloqe, BDI dhe Vlen, a mendoni se ka hapësirë edhe për një subjekt të ri dhe çfarë u bë me atë premtim? Do të hyni në politikë apo jo? Shifni, absolutisht unë them që në qoftë se unë do kisha parë karrierën time realisht politike dhe po të shoh dashur në qoftë se do kisha qenë bashkë me zotin Ali Ahmetit gjatë luftës, gjatë kohës Diminishit, pse nuk do kisha qenë në këta të mirat tjera që ka qenë tani. Kjo nuk ka ndodhur për shkak të përgjegjësisë totale që ne duhet merrnim duke u nisur nga ajo që bartja e proceseve politike duhet bëhej mbi xhakun e dëshmorëve e shokëve tonë të tjerë. Dhe ky ka qenë arsyeja sepse unë nuk kam qenë pjesë e politikës. Dhe po të them drejtën, nuk kam dashur ndonjëherë që të merrem me këtë punë, veçanërisht në struktura të tilla të përzierura sepse kam nuhatur dhe kam paraparë, jo që kam pasur frikë. Thjesht po gjithmonë ofertat kanë qenë për ta shitur atë pak kontribut modest që kemi dhënë për kombin dhe jo për të bërë, për ta arritur për shembull dhe për ta mbrojtur atë ideal. Prandaj ne atëherë dhe bëm organizatën e veteranëve të luftës, dolëm me motën që luftën e bëm me popullin për komb dhe jo për parti politike. Tani ju thoni që ka 2 bloqe. Në fakt, disa herë kam thënë që këtu nuk ka një blok. Ka 2 bloqe realisht, është më një blok populli dhe më një blok të përbashkët janë partitë politike shqiptare, të cilët vetëm kanë ricikluar vetë. Dhe nuk është e vërtet realisht në fakt. Në dukje janë 2 bloqe, njëra është brenda dhe tjetra pret mbasdere, domethënë janë 2 bloqe që presën të hyjnë qeveri, por nuk ka asnjë blok realisht që përfaqëson interesin e popullit shqiptar, e kombit shqiptar në Maqedoni. Kjo dëshmoi edhe himni partinë e tij, ai bloki. Pikrisht kjo është ajo që ne po mundohemi jo tani. Gati 23 vjet që ne vazhdimisht jemi duke kërkuar dhe duke parë dhe duke zgjedhur njerëzit të cilët duke pasur pjatën dhe ofertën para vete nuk e kanë kapur. Dhe pikrisht ne tani po bëjmë bashkimin e atyre njerëzve të cilët kanë dëshmuar që pavarësisht ofertave që ju janë bërë për ta dhënë në shërbim vetveten dhe kauzën kombëtare për një rrogë ose për të qenë të dëgjueshmit e kryetarit, themi, të partisë, ata kanë refuzuar dhe kanë ndetur besnik interesit të kombit. Dhe pikërisht ne jemi duke bërë një bashkim të këtyre njerëzve, sepse më besoni në horizont ne nuk guxojmë të jemi dëshpërim i radhës. Prandaj jemi shumë të kujdesshëm që të ulemi dhe një herë për gjithmonë ne të ndërtojmë një strukturë e cila nuk do të jetë zhgënjimi i radhës
i shqiptarëve, sepse populata me shumë të drejtë shumë e zhgënjyer. Dhe sa herë që dalin në terren dhe bisedojmë, gjithmonë thonë edhe kanë thonë edhe ata, kanë thonë edhe ata, kanë thonë edhe ata, dhe absolutisht nuk u zon faj. Dhe të drejtim. Mirë po, ne me gjithë të kontribut, me gjithë të angazhim që kemi bërë deri tani, vetëm angazhim personal me gjithë harxhimet personale që kemi bërë edhe të karrierës e gjithë shka tjetër, thotë nuk guxojmë të jemi dëshpërimërar. Thjesht të duhet të ndërtojmë një strukturë e cila do ecë barabar me popullin dhe nuk do jetë një prisë e popullit, për nuk do bërtasim në atë mënyrën që ma jep një shpatën të tregoj forcën e krahëve. Përkundërzi, shpata, edhe të dy tehet e shpatës, së shqiptarët maqedonisht është popullata e shqiptarëve, çdo kush që ndahet nga kjo popullat për treguar forcën e krahut, ka qenë destinuar dhe unë do them edhe një herë, shumë shpesh folet dhe në takime kemi atë që politika i prish njerëzit, nuk është e vërtet. Politika dhe mbartja e proceseve publike thotë vetëm e dëshmojnë dhe tregojnë fytyrën e vërtet të njerëzve, të cilët dinë të shtiren derisa nuk janë në pozicion. Dhe pikrisht kujdesi jonë është ky që ne realisht me organizimin dhe angazhimin tonë politik të tregojmë fytyrën e vërtet të shqiptarëve në Maqedoni, të cilët nuk kanë nevojë të kthehen në tifo grupe, as të Edi Ramës, as të Albin Kurtit dhe të mburen me ta në paaftësi për të bërë punë veta, por do bëjnë që Shqipëria dhe Kosova të mburet me shqiptarët e Maqedonisë, sepse po të vetëm mjafton vetëm të hyjmë në histori të analizojmë. Nëse ka dy figura eminente që ka shqiptaria, që kanë marrë edhe çmimin Nobel, është Nën Tereza që është nga Maqedonia, është edhe Ferit Murati, po është edhe Skënderbeu që ka nënën nga Maqedonia, dhe gjithë figurat realisht, dhe pse shqiptarët e Maqedonisë sot të jenë të nënçmuar, të dalë edhe Portokallia pastaj të vendos, pse shqiptarët e Maqedonisë sot duhet me shumë drejt dhe përshëndes edhe njerëz të protestën e studentëve që kanë bërë, pse sot duhet politika të fshehet pas studentëve në vend që ajo të jetë paraprisje e problemeve, sepse ajo ekskluzivisht paguhet për të mbrojtur interesat e shqiptarëve vis-a-vis edhe të studentëve dhe jo të mshehet mbas krahëve studentëve për të shpëtuar vetveten dhe për të hapur derën që është duke pritur njëra dhe tjetra që siguron vetëm poshtron kulturë që kishim kohë për këtë intervistë, faleminderit shumë. Kënaqësi.